Yoga është një fushë e gjerë që mund të flasim me orë të tëra, por do të drejtojmë në një pjesë tjetër tani, më do të qëndrojmë tek mundësi e shëndetshme, por do të flasim për një problematik tjetër në lidhje me shëndetin. Hipertensioni është një problematik që e kanë jo pak persona. Në Shqip mund ta themi tensionin e lartë të gjakut. E për të folur pikërisht për këtë temë, për të na dhënë sugjerime lidhur me dieta të caktuara që mund të ndjekim në rastet ku kemi një problematik të tillë shëndetësore, do të ftojmë tani në studio Anila Kalleshin. Anila, mirë se erdhe dashur. Një kënaqësi si gjithmonë prania jote në studio dhe jemi gati sy e vesh për të dëgjuar çdo gjë që do na thuash. Se edhe në qoftë se nuk kemi probleme me hipertensionin, duam ta evitojmë si problematik. Ndaj shkojmë tek këndi menjëherë, ku do të flasim... Vetëm me një kusht, do doja të lija aty ande nga ushqime që nuk lejohen. Në rregull, me siguri do t'jetë problematik këndi, e? Jo, për mua ishte nga që janë ndarë ushqimet ato që duhet të shmangim dhe unë gjithmonë i ri këtyre ushqimeve të shëndetshme afër. Në rregull. Atëherë, këtu kemi një sër ushqimesh të ndryshme që her pas here i kemi të përfshira në dietat tona, në regjimet tona, nëse mund ta themi. Por përpara se të kalojmë tek këto, le të flasim shkurtimisht për hipertensionin dhe shkaktarët e tij. Hipertensioni është një patologji kronike e cila në fakt ka të bëjë me presionin që gjaku, le të themi, ushtron tek enët e gjakut. Natyrisht ndahet në dy grupe, sistolik dhe diastolik. Sistoliku është ai, le të themi, kur zemra është duke punuar, dhe diastoliku është në momentin kur zemra ndalon ndërmjet dy ritmeve, të rrafjes dhe të ndalimit. Dhe kjo duhet jetë diku 120 me 80. Pra nëse ne monitorojmë me gjakun ton, apo tensionin ton, dhe shikojmë që e kemi 120 me 80, nuk kemi asgjë në rrezik, jemi shumë mirë, kemi një tension pilot, le të themi. Por, kur quhet hipertension? Quhet nëse jemi në le të themi vlera 120-90 mbi këto vlera. Pra nëse tensioni e kemi mbi 120 dhe 90 diastolikun, le të themi që kemi hipertension dhe tu duhet jemi shumë të kujdesshëm sepse hipertensioni shkakton një sër patologjish, le të themi, në organizëm. Kur është momenti që duhet thjesht të ne të kemi të kujdes me dietën ushqimore dhe kur është momenti që ne duhet shkojmë dhe të ndiqemi tek një mjek i caktuar për jo vetëm për dietën, por edhe për medikamente dhe për... Hipertensioni quhet një patologji e fshehur, le të themi, sepse shumë kush nuk arrin ta kuptojë se kur ndodh ky hipertension. Madje mund të ketë një periudhë të caktuar kohe, mund të ketë një kohë shumë të gjatë që është me hipertension dhe nuk ka arritur ta kuptojë që në organizmin e tij diçka nuk po shkon me qarkullimin e gjakut apo me këtë hipertension, le të themi. Mund të kemi dhimbje koke, mund të kemi marrje mendsh, mund të kemi goditje të forta pas koke, mund të kemi shtrëngim në gjoks. Të gjitha këto natyrisht duhet të shkojmë menjëherë tek mjeku, sepse mos kurimi i hipertensionit mund të shkaktojë një sër probleme shëndetësore. Le të themi tek iktus cerebral, mund të kemi arrest kardiak, mund të kemi infarkt, mund të kemi probleme me zemrën, të cilat e shkatrojnë, le të themi, organizmin tonë. Ndaj që duhet jemi shumë të kujdesshëm që në momentin që ne kemi një simptom ose edhe pse jo, pas një periudhe të caktuar moshe, le të themi, duhet jemi të kujdesshëm që ta monitorojmë edhe vetë për të parë nëse kemi një rritje të këtij hipertensioni dhe nëse kemi duhet patjetër të bëjmë dy gjëra shumë të rëndësishme. Të shkojmë të konsultojmë me mjekun duke bërë një ekografi të zemrës, duke bërë një kardioelektrogram, duke bërë një anamnezë të organizmit për të parë nëse kjo është diçka gjenetike, kjo lidhet me moshën, për shembull meshkujt, diku pas moshës 60 vjeçar kanë tendencën për të pasur hipertension, ndërsa gratë në periudhën e menopauzës, nëse nuk kanë qenë shumë të kujdesshme gjatë periudhës së menopauzës, pra nuk kanë arritur të monitorojnë mirë ndoshta mbi peshën, obezitetin, por edhe një sër gabimesh, le të themi, në ushqyerje, apo kanë pasur një stil jetese sedentar, kjo mund t'i detyrojnë ndoshta këta persona që të jenë të kujdesshëm dhe të monitorojnë këto vlera për të mos pasur rreziqe që shkakton hipertensioni. Dhe tani të kalojmë tek pjesa e ushqimeve dhe dietave specifike për një problematik të tillë. Hipertensioni është
primar, kur është genetik, kur ka stilin e jetesës jo të shëndetshëm, pra dieta nuk është korekte, dhe mund të jetë edhe nga faktorët të tjerë që mund të janë ndoshta një mos funksionimi i mirë i veshkave ose i gjendrave mbiveshkore dhe ndoshta përdorimi i disa le të themi ilaçeve ndoshta, të cilët mund të kenë shkaktuar një hipertension në organizëm. Por kur flasim për dietën ushqimore, duhet kemi parasysh një stil jetese shumë të shëndetshëm. Sasia e kripës duhet kofizuar dhe nuk duhet jetë më shumë se 5 gram në ditë, konsumimi sasisë së kripës. 5 gram mund të jetë rreth një lugë çaj, po. Dhe duke shtuar shmangjen e njësër ushqimeve të cilat janë të dëmshme dhe krijojnë ndoshta përkeqësim të problematikës që ne kemi, pa haruar, thash dhe më përpara, duhet jemi shumë të kujdesshëm në monitorimi, sepse monitorimi është shumë i rëndësishëm, por dhe regjimi ushqimor dhe dieta ka një rëndësi shumë të veçantë. Ne madje kemi ushqime që natyra vetën i ka krijuar për të na ndihmuar mjaft mirë në përmirësimin dhe rregullimin e vlerave të hipertensionit. Do mjaftonte për shembull, le të themi një çaj me selinol dhe majdanos për të kontrolluar vlerat e kolesterolit në organizëm, por edhe natyrisht për të rregulluar e përmirësuar hipertensionin. Hudra është një tjetër aleat i jashtëzakonshëm, le të themi, për hipertensionin, madje këshillohet që rreth vaktit të paraditës, pasi ti ke konsumuar ndoshta mëngjesin, një thelpi hudhër në ditë ose 300 deri në 400 mg hudhër ndoshta, por tek suplementet janë pak më e kujdesshme, le të themi, por tek hudhra natyrale është një balancues shumë i mirë. E sugjeron pra gjatë pjesës së parë të ditës, pas mëngjesit, para dreke ndoshta. Të gjallë ashtu, ta kapërdish, pa e përtypur, që të evitojmë pjesën e aromës. Jo, nuk është vetëm për aromën, thjesht për të shpërbër pak më avash ndoshta. Në rregull, po për pjesën e konsumimit të darkë, do t'ishte ndoshta jo e mirë, se ka persona që e bëjnë konsumimin në darkë për shkak të aromës, dhe sepse e konsumojnë të përtypur. Aroma hiqet shumë kollaj me një 2 deg majdanos të konsumuara mbrapa, nuk do të kishte problematik. Kështu që gjatë ditës e sugjeron dhe jo në darkë. Gjatë ditës do të ishte shumë e mirë për të pasur një mëngjes, sepse gjatë ditës edhe hipertensioni ka dhe faktor gjenetik, stresin, ngarkesën emocionale, dhe gjatë ditës kuptohet që trupi është më i ngarkuar me punët e ditës, me ngarkesën, dhe kjo ndoshta mund të jetë edhe një pretekst, le të themi, për të rritur pak vlerat e hipertensionit. Në rregull. Atëherë, kalojmë konkretisht tek lista e ushqimeve. Gjëja e parë që duhet të shmangim janë sasitë e kriprave të ndryshme. Kështu që të gjitha ushqimet të cilat janë të paketuara, por që ofrojnë, për shembull turshit, kanë një sasi të konsideruar të kripës, dhe kjo është jo e tolerueshme për personat të cilët kanë hipertension. Nëse ata preferojnë që të marrin probiotikët të cilët kanë turshit, është e mirë që të lihen në ujë të ëmbël për një kohë të gjatë dhe të marrin fermentet që kanë të produkte. Ti shpëlajmë, le të themi, në ujë. Ti lëm në ujë për një periudhë të caktuar kohë që të nxjerrin sasinë e kripës së tepërt. Gjithashtu djathrat e stazhinuar dhe djathrat e fortë, si djathi kaçkavall apo djathrat të tjerë, kanë një sasi të konsiderueshme të kripës, dhe për këta persona këshillohet që duhet të shmangen kjo sasi e kripës. Natyrisht edhe ushqimet edhe amosura, sepse hipertensioni ka lidhje shumë, le të themi, të drejtë për drejtë me shtimin në peshë apo me mbipeshën dhe obezitetin. Dhe është shumë e rëndësishme që të menaxhohet pesha, pra duhet të humbasim peshë në rastin kur ne kemi hipertension, dhe të jemi të kujdesshëm që t'i futemi një regjim ushqimor i cili nuk përmban yndyrna të ngopura, yndyrna me origjinë shtazore, flasim për mishrat e amosur, por edhe prosciutrat, sallamet kanë sasi kripe të tepërt. Për shembull, prosciutat e tymosura, mishrat e tymosur, peshku i tymosur, se ai peshku i famshëm kur piqet në krip të zezë, keni parë? Po. Ai përmban një sasi kripe të jashtëzakonshme dhe për personat që kanë hipertension natyrisht nuk është e shëndetshme. Ndonjëherë, nëse hiqet pjesa e lëkurës, duket sikur fileta e peshkut poshtë sikur nuk e thithur shumë. Nuk e ka thithur, është e vërtetë që nuk e ka thithur, por duhet jemi të sigurt që ne kemi hequr e kemi pastruar shumë mirë atë kripë. Ata dallojnë në shije. Zakonisht këta persona kanë edhe tendencën për të qenë të addiktit, të dhënë shumë pas konsumimit të kripës. Madje edhe në gjëra të ndryshme ato duan patjetër ta kenë kripën afër që të kriposin ushqimet. Suprat e gatshme, suprat në forma pluri, në formë pureje që janë të gatshme, patatina, chipsat e ndryshëm, kikirikët e pjekur,
frutat e thata të cilat përmbajnë shumë krip, të gjitha këto duhen shmangur në mënyrë kategorike. Por, për personat që kanë hipertension, një tjetër element shumë i rëndësishëm është shmangja e kafeinës, pra janë personat të cilët ndoshta preferojnë 2-3 kafe në ditë dhe konsumimi i tepërt i kafeinës do të ishte i dëmshëm për këta persona, duke mos haruar përmendur alkoolin, i cili, le të themi, është një armik kryesor në konsumimin e përditshëm të këtyre personave. Kështu që me patjetër këta persona duhet të kenë një konsum, le të themi, të moderuar të mishit, kryesisht të mishit të bardhë, le të konsumojnë mish të bardhë dhe peshk më shumë, për acidet yndyrore omega 3, sepse janë shumë të rëndësishme që të merren tek këta persona për të rregulluar dhe tonifikuar. Ose marrin mishin e kuq, ta gatuajnë në mënyrë sa më të shëndetshme, duke hequr komplet djamin rreth rrotës dhe duke pjekur për shembull, jo duke e skuqur, duke zgjedhur mënyra ose duke zier ndoshta, edhe metoda e zierjes së mishit besoj është shumë e mirë se largon goxha yndyrnat. Dhe ndërkohë nuk largoni konsumimin e plot të mishit, duke qenë se është i preferuar nga shumë prej nesh, që ta bëjmë dietën sa më realiste që mos të dorëzohen e të thonë nuk e mbaj dot që në fillim. Pra shmangja e ushqimeve procesuara, shmangja e produkteve të cilat na ofrojnë pesh, le themi, apo kalori boshe. Flasim për bukën e bardhë, makaronet e bardha të cilat nuk kanë fibra, nuk kanë vlera ushqyese, por thjesht të ndihmojnë ndoshta për të rimarr pesh apo për të rritur peshën tënde. Dhe kur thua për këto, besoj automatikisht thua dhe për ëmbëlsirat që bëhen me brumë. Edhe ëmbëlsirat, sheqeri i bardhë natyrisht është një armik tjetër, një lloj po aq i rrezikshëm sa që shkripa apo sa që janë elementet e tjera, kështu që edhe sheqeri i bardhë dhe të gjithë sheqerat artificial duhen shmangur në mënyrë kategorike. Nuk duhet të preferojmë të konsumojmë pije të gazuara, pije energjike të cilat përmbajnë kafeinë dhe stimulant, le të themi, të cilat rëndojnë organizmin, sidomos mund të shkaktojnë probleme në zemër. Ndërkohë, evitojmë të pije, por mund të pim diçka tjetër. Pija magjike në këtë rast është smoothie. Dhe pikrisht për smoothien kemi përgatitur së bashku një material ku do të kemi disa receta për smoothit e duhura. Atëherë është një kokërdardh, një dorë spinaq, pak kakao, le të themi ca bajame të bluara dhe qumësht, bajame ose are, të cilat janë të pasura shumë me magnez dhe qetësojnë mjaft sistemin imunitar duke ulur tensionin, i cili shkaktohet nga stresi. Ky është një smoothie që konsumohet kur? Ky mund të konsumohet si vakti i mëngjesit, ka një përbërje goxha të mirë, goxha të mban, domethënë. Ka mjaft, le të themi, antioksidant shumë të mirë, edhe nga bajame, po gjithashtu edhe fruta që përmbajnë, qoftë arrat apo bajamet, dardha dhe qumshti, ndihmojnë mjaft mirë duke pasur një sasi të konsideruar të magnezit. Do të kalojmë tek smoothie radhës, kemi përgatitur 6 apo jo? Po. Mos harroni që në mëngjes edhe esëll është shumë e rëndësishme të konsumohet një gotë ujë ngrohtë me një lugë vaj ulliri. Vaj ulliri ndihmon mjaft mirë në tonifikimin e enëve të gjakut, duke i dhënë atyre një, le të themi, një mirëqenie më të mirë. Pak lëng vaj limoni ulliri extra virgin. Po edhe lëngu i limonit është shumë i mirë. Edhe lëngu i selenios me majdanoz dhe me limon është shumë i mirë, po kështu lëngu i gingerit me limon është një tjetër ndihmues shumë i mirë. Smoothie tjetër. Një smoothie tjetër me kastravec, me një grusht majdanoz, gjysmë limoni, vaj ulliri extra virgin, një lugë, gjithashtu edhe pak mente dhe me ujë, është mjaft e mirë për të pastruar natriumin e tepërt, sepse le të themi që trupi, organizmi mban goxha natrium në periudhën që ne kemi hipertension. Madje në medikamente që merren për të rregulluar dhe përmirësuar hipertensionin, jepen gjithmonë diuretik për të shmangur, për të bërë nxjerrjen e tepërt të Në 2 minutat e fundit do të tregojmë edhe recetat e tjera të smoothie. Gjysmë panxhari zier, një karrot, një moll, gjysmë limoni dhe gingeri freskët me 200 ml ujë. Kjo rrit oksidin nitrik dhe pastronin e të gjakut. Është super i mirë për personat me hipertension. Ky është smoothie me panxhar, smoothie tjetër që ju sugjerojmë që mund të provoni atë që ju pëlqen më shumë. Për të marrë antioksidant, boronic, lule shtrydhe, farakumulli dhe kozë ose kefir dhe pak kanellë. Kjo ndihmon mjaft mirë për të ulur nivelet e kolesterolit të keq, për të rritur elasticitetin e enëve të gjakut dhe për të ndihmuar në përmirësimin e hipertensionit. Dhe smoothie radhës, nëse kemi
tjetër, po. Edhe kjo është goxha e mirë sepse përmban avokado, gjysmë avokado, pak lakër jeshile, kastravec, mos jeshile, disa pika limoni dhe fara liri për të pastruar enët e gjakut, për të ulur inflamacionin dhe për të përmirësuar problematika që ndodhin. Kjo është një smoothie me një tendencë të kripur, nëse mund ta themi. Nëse smoothiet e tjera kishin tendencën të ishin deri diku të ëmbla për shkak të prezencës. Kjo nuk është e kripur. Nga që ka lakrën, avokado, nuk është e kripur, por nuk është e ëmbël. Nga që nuk ka prani frutash, jo. Po që gjithsesi nuk ka, sepse kaliumi dhe potasi janë dy elemente shumë të mira që ndihmojnë në hipertensionin. Kjo për shkak është e ëmbël, se të Kjo më është me gjysmë banane, një dorë spinaq, me farakia, qumësh bajami, lëng limoni, edhe kjo ndihmon mjaft mirë për të rritur sasinë e kaliumit dhe për të bërë ekuilibrimin e natriumit apo të lëngjeve në organizëm. Ne ju sollëm 6 receta, miq. Anila na i sugjeroi këto receta smoothie për të gjithë personat që kanë probleme me tensionin e lartë, por në fakt janë receta shumë të mirë smoothie për çdo, sepse janë shumë të shëndetshme dhe kanë vlera të shtuara të vitaminave, të mineraleve. Duke qenë një sëmundje kronike, nëse ti do fillosh me medikamente dhe me ilaçe, do krijosh një varësi të jashtëzakonshme dhe nuk do rish pa ato. Por nëse ti rregullon ushqimin, mënyrën se si do të ushqesh, pra rregullon dietën, regjimin ushqimor, bën një jetë, një aktivitet fizik, mundohesh të menaxhosh stresin, sepse edhe stresi është një ndër elementet kryesorë, le të themi, në rritjen e hipertensionit, patjetër që ti ke bërë një gjë shumë të mirë organizmit, ke shmangur disa ilaçe të cilat mund të shkaktojnë probleme. E ke mbyllur në mënyrën më ideale të mundshme, Anila, këtë hapësirë të mundësisë së shëndetshme. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e jetën e sot. E ndërkohë, miq, ne do të ndërpritemi për pak, pasi do të ketë edicione informative, do të rikthehemi me rubrikat në vazhdim. Ndiqni edicionin e lajmeve. Faleminderit.